Nema da snimam, samo da se sluša. Помня? Колко е сад? 2. 25 до 2. Ne znam od kade se ovje detonaci. Qindra turist kanë mbetur të blokuar në vatrat e luftës së lindjes së mesme. Atje është edhe Evis Nure nga Shqipëria, e cila flet ekskluzivisht për televizionin 21. Ajo mbetet akoma e ngujuar tani e një javë në një hotel në Tel Aviv të Izraelit. Për momentin nuk kam informacion lidhur me shqiptarët e tjerë, nuk kam kontaktuar akoma ambasadën tonë në Tel Aviv. Unë po gjej një mënyrë për të lëvizur, pasi sot aeroportet janë të mbyllura. Sot kisha dhe biletën time të fluturimit për të ikur nga Tel Avivi. Po shoh mundësinë e rezervimit të një fluturimi tjetër për javën tjetër, ndërkohë po ndodhi një alternativë tjetër të lëviz në rrugë toksore. Evis Nure tregon mënyrën e strehimit nëpër bunkere në momentin e kundërsulmeve ajrore nga Irani drejt Izraelit. Sot që po flasim kanë qenë vetëm 2, në datën 3 mars, pra. Në datën e ditë e parë ka qenë pak më e frikshme normalisht, sepse ka qenë 12 minuta, por ajo që na bëri të ndihemi disi më mirë për gjendjen që ishim, ka qenë strukturimi i gjithë kësaj procesi. Ne na ka ardhur mesazh në telefon që na ftonte të futeshim në një zonë të sigurt, në zonë strehe, në çdo hotel apo kudo që të jesh. Personat që janë pjesë e strukturës të ftojnë të futesh në streh, pastaj të vjen një mesazh tjetër që të thotë që mund të dalësh nga streha. Ajo tregon se për momentin nuk kanë probleme me sigurimin e ushqimit dhe ju bëjnë thirrje familjarëve të gjithë qytetarëve të ngujuar që mos të shqetësohen, sepse po trajtohen njësoj si shtetësit izraelit. Ditën e parë ka qenë çdo gjë e mbyllur, dyqanet, çdo gjë përreth, përveç pjesës së restoranteve, kanë qenë të hapura disa restorante dhe sidomos në hotele. Gjithashtu kanë qenë dyqanet me ushqime, ka qenë të hapur disa dyqane, pra. Kjo gjë na ka bërë ne që të mos kemi probleme për sa i përket pjesës së jetës dhe pjesës së ushqimit. Ministria e Punëve të Jashtme të Maqedonisë së Veriut njofton se deri në mesditën e së martës, gjithsej 473 qytetarë të vendit tonë kanë kontaktuar përfaqësitë diplomatike dhe konsullore në Tel Aviv, Doha dhe Abu Dhabi. Nga këto 19 persona kanë raportuar nga Izraeli, 106 nga Katari, ndërsa 348 qytetarë kanë kontaktuar nga Abu Dhabi. Ky numër përfshin edhe 18 persona nga Kuvaiti si edhe 12 persona nga Bahreini. Ministria e Jashtme informon alternativat për evakuimin e sigurt të qytetarëve që ndodhen në Tel Aviv, se aktualisht janë duke u analizuar. Por evakuimet nga toka nuk rekomandohen për qytetarët që ndodhen në Katar dhe Emiratet e Bashkuara Arabe dhe se do të fillojnë në rastin e parë të sigurt.